si YouTube-i. Sa po vajtat e posta dhe e para që hapim është kjo letra, se këto janë të frikshme, pakot janë të bukura, por këto janë të frikshme kur vinë, që kështu ta shohim për ç'a janë kujtuar kësaj radhe, ç'a lekësh duhet i japim. Se vetëm për lek vinë këto, për asnjë gjë tjetër, se ka marrë Andi Gjoba ndihmon. Ose kjo që nga qa është kjo për kuriozitet. Ajo që nga bankës, që nga lekët, e për lekë që nga kontë është për fësë. Jo, që nga në qa berandi me bankën, gjera pa vlerë. Ta shi të hapim një gjë të bukur, një pako për mua. Gjithmonë kam pëlqyer këto auto haul, të shohim që kam marrë saj rate çfarë më kam dërguar, s'ka gjë më të bukur se të vim pako. Sa koton. Dhe kam marrë një t-shirt, shifeni, një old style t-shirt me këtë qiftin këtu. Super oversize, me jeanse, do duket super yll, shifeni. A nuk është një dashuri? Sa më përqeka me këtë figurën. Dhe unë ndjen ka si pambuk organik si ato të bebeve, super e but. Ju do thoni, erësi mirë këto i more, pako t'i bëre gati, një pako për vinte të gjitha. Po ikën o gocë, po ikë të marrë salat njërës. A shumë më përqeu salata herën e kaluar, sa mezi po prisja që të vinte e India dhe ti kitë mblet prap salatë. Edhe po mendoj që ti kitë... Qa është kjo gjurma? Prit mëj. Që nga kondicioneri. Edhe po mendoj që të ikit të marrë të mbledh edhe disa lule, sepse e kam parë të Kristina, të një gocë që bën YouTube, shqiptare, kush e njeh në qoftë po më shef haj, që mbledh lule në fushë. Edhe thash, e dua edhe unë, pse unë, qa kam unë, ka fusha këtu tek unë, ka. Po vetëm se janë 25 minuta larg, edhe unë do iki, sepse dita është perfekte. Edhe tash do iki atje. Mezi po pres me thënë të drejtën. Prejtë se më pas kanë shkrujt e-mail. Tik. Okej, super, okej. Ikim tashin të marim salat. Okay. Sometimes love is a dancer in the dark, spinning left and twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. And every time I try to leave, Jeta është balans njerëz, blejmë salat të freskët të mirë dhe marrim dhe McDonald's. Prandaj thuhet jeta duhet të ketë një balans që të jetë perfekte. Unë sot kam dëshirë të sorrollatem, edhe nuk po iki te lulet se janë shumë larg, por po iki në një qytet këtu afër meje, edhe jam kështu për shef për të jap për t'i dhënë makinës, është super ngrohtë, super ditë e bukur, nuk e keni iden. Edhe rrugës pash McDonald's, edhe thash po iki dhe unë ta marr një patate, por nga të rrova vendin ku parkova, hyra tek parkimi i lavazhos dhe jo i McDonald's, edhe kishte edhe kështu që ta porosisje në makina. Se la par filma, si a shtetit. Tani më falni entuziazmin tim, po... Cheers! Hallo! I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on
Një gjë që më pëlqen shumë te vetja është tipi që kam, që s'kam turp të ikje diku vetëm ose të ndihem në siklet. Dhe sapo isha te një ferëm, jo ferëm, kjo është përkuaj, domethënë bën përkuaj. O zot sa e bukur. Thash po pi një kafe, por ishte mbyllur se është ditë pushimi sot. Do vi prap me Rian. Kur të vi, do vi ta sjell këtu se i pëlqeu shumë, ju duk si Ana flut kuqa. Është një kodër, është yll, është 30 minuta larg shtëpisë time, por është jashtëzakonisht shumë bukur. Never understand the things that we want. Why do you keep coming back? I want love you don't know. So why are you here? Yeah. Take it back so that you don't know where my heart is at. Don't want you to know. My love is lost. There's only one thing left to do. My heart is breaking, wanting you, so I'll say goodbye. Let's put the sun back in the sky. Tired of crying, don't call me back and say I'll say goodbye. Yeah, don't call me back, just say goodbye. I can't change the past, don't wanna complicate things. Maybe if I asked, was any of it real? Ja, ich Was it real? There's only one thing left to do. My heart is breaking on you, so I'll say goodbye. Shifet që të lenit pakuaj ime. Shikoni, mua aty në mes të rrugës i len. Me është edhe 2 kate më lartë. Si dal nga shtëpia si zonjë, me duart në xhep. Si vi në shtëpi, jo fatikisht kam dal me rroba, se lava rroba. Si vi në shtëpi nga Korsikal, mora darë. Deva i shall, kë, shumë e bukur. E mora tek Amaxi, tek ata që s'më mora në punë. Por as ky tjetër më duket se s'do më marri, por prisë të tregoj më vonë historinë. Mora këtë 7 euro. Bleva një qëri. O zot që ajër e mirë vjen. Vjen erë si ajo ritualit, që është ajo me qerje dhe me kështu, me cherry blossom. Oh my god, sa ajër e mirë vjen. Mora dhe lule, si ato që kishim javën e shkuar, por kësaj radhe i kemi marrë të kuqe me Leila. Një orë aty të vendos, këtë marrë këtë lë, derisa më tha i zoj, a do kalosh para meje, tha si vetëm një gjeke, thash mos, ma është mundësinë e zgjedhjes, më fatë mua ajo tu i prek të tërmëra, tha, hecë më i drejshta se ke për radhë. Edhe mora këto. Pastaj si e pat, në mes të shkallës, në mes të rrugës, ishte një pako për mua. Kjo është e treta që ka ardhur për sot. Pa ta shohim çfarë ka këtu brenda. Interesante. Një shall për mua. Pa të shoh këto, se për këto isha kurioze. Doja një paltuta si tip sweatpants që të rria në shtëpi. Por duke qenë se unë jam masë e madhe, është pak e vështirë të gjej atë lloj stili që të më rri oversize, bukur. Edhe kjo është një bashkëpunim për Instagram, por po ua tregoj dhe juve këtu. Që është shumë të bukura. Garcia e ka emrin. Firma është një firmë që janë goxha të bukura. Më pëlqekan. Me këmish të bardhë të gjatë këto të duken super yll me këtë printing kështu. Edhe këto janë. Është një brand të kjo afër belg. Edhe këmish që të më shkoj me atë, sepse unë kam zgjedhur që t'i bëj outfit, duke qenë se janë në një tonalitet. Jeta të shohim edhe këtë dhe unë dhe ju.
sa outfit kam për të bërë, se kam marrë shumë rroba për bashkëpunime dhe nuk jam marrë fare këto ditë. Kjo më pëlqej ka shumë, që nga shumë stili im. E jeans edhe kështu e lehtë beige. Më pëlqen shumë kjo me pranverën dhe me verën që ka në Gjermani, që në darkë është goxha freskët. Në fund fare, mendoj se unë zgjodha një shall bardhëzi, por më pas ka dërguar këtë, që nuk shkon fare me veshjen dhe do ngjaj si një clown, po ta bëndoj këtë. Por mund ta kombinoj me ndonjë gjë tjetër, sa bukur. Lice kështu, bukur. Ta e shohim si është ky. Që nga kështu I thjesht. Me ngjyrë, e di ku është bukur ky në plazh. Nuk e di pse mua në plazh këto shajet kështu më pëlqejnë shumë. Më pëlqejnë se I vej si bluze. Ose si fund kështu për në plazh, do duket shumë bukur, ose bluze kështu. Shifeni? Edhe I lidh mrapa. Kështu duket shumë bukur në plazh. Me tuçin tip, po. E kemi, çfarë do bëjmë? Këto janë gjërat që mora. Do haj çik bukë edhe do I kin nga liçeni. Yeah, you know I need space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises. Shifeni luqa me njore ecje su bë ujë në djerës. Mame, vdiqa. Edhe shësa e kuqe u bë. Dhe jo kam vën krem dielli, u bëra u lodha. Luqe, tamam luqe. Mame, tha se vdiqa. Kështu mirë të më bëhet, se nuk lëvis në këmë, po lëvis vetë me makinë. Mirë se kjo ishte goxha I heci, ishte diku të 3 kilometra I gjys, edhe bëra çik shpejt, po prapa. Ky nuk është normal, unë duhet bëj aktivitet fizik. Golden light pours through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind. Your sweet scent fills my lungs open wide. In this soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up. Tek unë sot është verë, nuk është pranverë, se është 20 gradë, edhe pse unë jam me mëngë të gjata. Kjo pema nuk e di, fjeta dije sot është mbushur plot me gjethe, bën hije, zogjt janë kthyer, është bërë parajs, më bukur nuk bëhet. Neve na kanë ngel ca mbeturina tek balkoni, janë tha që nuk janë as tek koshi, as te ai koshi janë problematike, edhe duhet ju gjejmë zgjedhjen. E tha na kanë ngelur 2 thesa të mëdhenja aty jashtë. Kam pjellë edhe lumulet, kanë atë lloj, nuk e di, duhet të vini, përveç se dëgjojmë ndonjëherë zhurmën e avionëve, që dëgjohet se jemi pak afër me aeroportin, por jo shumë. Çdo gjë tjetër është perfekte këtu, vetëm zogj, fryn ajo era, nuk e di. Edhe unë sot tash, duke qenë se ja kam premtuar Andit dhe kam ca vezë bio që I kam marrë, po bëj një tiramisu. Unë tiramisu po a tregoj pak shumë shpejt si e bëj. Bëj një banjo mari. Banjo mari quhet ajo që është një tenxhere duke zier me ujë dhe një tenxhere tjetër unë bë tasat e mi që kam pe inox si sipër.
Edhe rraf vezën me sheqerin me të nxehtë që ti vras vezës ato mikrobet të verdhës edhe të gjitha gjërat e mundshme, të bëhet goxha e nxehtë, ngrohet produkti dhe rrifet bashkë shumë kollaj me sheqerin që shkrin. Në një tas tjetër rraf po prap me pak tjetër sheqer, edhe një pik limoni, do të thënë shtryen limonin 2-3 pika kështu me sy. Edhe të verdhën e vezëve e rraf bashkë edhe krijohet ajo si shkum, si ajo që hanin kur ishin fëmijë. I përzej këto të dyja bashkë, i përzej dhe bashkë me mascarponen, edhe kështu bëj kremin. Unë personalisht kështu e bëj pa pana, pa hopla, kështu të ëmbël. Edhe më veten, bëj 2 ose 3 shoca ekspresi, i bëj pak të gjata, marr edhe biskotat, i kaloj në kafe, i shtroj shtresën e mascarpones me këtë kremin, biskotat, kremin, i bëj me 3 shtresa biskot, jo me 2 shtresa biskotash. Bëj edhe disa tasa të vegjël që mund t'i marr Jandi me vete në punë, që mund ta haj edhe ëmbëlsirë, se burrim merr bukë me vete goxha duke qenë se rrihet ditën jashtë, e dini ju tashmë. Edhe kështu, kam nxjerrë edhe karkalecat këtu, që janë gati. Do bëjmë edhe pasta me karkaleca, do bëj edhe një sallatë, më kam akoma pak sallatë freskët, që kështu dreka e të shtunës. Se më ka premtuar Andi që do më çoj deri nesër këtë bëj shopping, që kështu ta marr më të mira tash që të viç, po se më çoj nesër. I didn't know love could ever feel like this. I didn't know body sick from now I know it's been so very long. It's been forever since I felt anything. I didn't know I would need someone like you. I didn't know you made me feel the things I do. And now I know it's been so very long. Yeah, get them out the phone. 'Cause it's been forever since I felt anything. So watch out when love gets a hold on you, you can't go back. That's right. Now when I found you, I can't let you out of my sight. Don't go. My heart and Shifeni qa solli Andi, shihni sa të bukur. Asjell tulipana dhe këto janë shumë të bukur se hapen, kështu bëhen si gonxhe. Edhe rozë, ti pas ka marrë kur ka bler biskotat, këto biskotat e tiramisus. Tani ti vendos në ujë edhe të vazhdojmë me tiramisun, dhe po bëj the pastën. you pull your hair on a backstreet. You know that Duhet një pasta me karkaleca si e tjel që si e shtunë, një farë që